Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës nga unë Tirona Lili, ja ku po takohemi edhe sot sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet, për të komentuar situatat e natës së mbrëmshme në shtëpinë e Big Brotherit. U përfol që Xheneta do të jetë pjesë e një surprize nga vllau i madh në sfidën tashmë që e kanë banorët mos reagimeve. Banorët kanë një sfidë që pa marrë parasysh se kush do të futet në shtëpi, ato nuk duhet të japin asnjë lloj reagimi dhe ato nuk duhet të japin asnjë lloj momenti për të treguar që kanë ndonjë lloj ndjesie. Hyrja e Xhenetës ishte pak e çuditshme në Big Brother sepse u kuptua që hyri vetëm për klikime dhe hyri për vëmendje, sepse për mendimin tim nuk ka se çfarë e lidh Xhenetën me Big Brotherin, nuk ka qenë një banore e mëparshme, nuk ka ndonjë personin e vet aty brenda, përpos me Gjestin, edhe pse Gjesti ka thënë që unë me Xhenetën i kam mbyll në natën kur unë jam larguar nga Big Brother VIP Kosova. Rozana Radi dhe Laert Vasili ishin dy banorët të cilët u munduan ta menaxhojnë situatën, u munduan që të kujdesen për Gjestin, që Gjesti të mos nxirrte një fjalë nga goja që të binte pre e lojës së produksionit dhe Xhenetës në këtë rast, pasi që ishte dukshme më që ishte një super bashkëpunim mes njëri tjetrit. Xheneta hyri si një dama, le ta themi, brenda shtëpisë, edhe u mundua që ta luan rolin në formën më të mirë të bukur. Okej, mënyrën se si e kishte qëndrimin, mënyrën se si hyri, mënyrën se si Xheneta veproi, domethënë nuk është se e provokoi dhe aq shumë Gjesti, sepse mundesht edhe ta provokon më shumë. Besoj që u tregua pak më racionale se sa ç'duhet. Banorët e tjerë e shikonin dhe e shikonin me bishtin e syrit, e shikonin me qëndrime interesante, por siç duket Gjesti ishte duke fjetur dhe u befasua. Në fakt u befasua dhe në një farë mënyre edhe brenda vetes së tij dhe u tremb. Fjalët të cilat u thanë me kungja ishin këto: sa fytyra paske, që Gjesti ja tha Rozanës gjasme për ta kuptuar Xheneta. Pastaj në anën tjetër ishin fjalët të tipit që unë kur largohem me dikë, largohem me kakrejt. Në Kosovë me kakrejt e përdorin me të gjithë. Domethënë unë kur largohem nga dikush, largohem me gjithçka çfarë kam brenda vetes time, si me thënë me gjithë qenien time, largohem nga ai person dhe nuk kam më kthim pas. Në momentin që Xheneta thotë mos pini alkool, se kur bëni puthjen të alkoolizuar bëni gabime, aty vllau i madh e thret Xhenetën në dhomën e rrëfimit, sepse Xheneta në një farë mënyre, me atë fjalë që tha, do të fuste historinë me Eglin në këtë shtëpi. Reagimet ishin të çuditshme. Ola dhe Jozi e përdorën më pas shumë këtë ngjarje, domethënë e përdorën shumë këtë histori, sepse unë mendoj që nuk është e padrejtë. Nuk është se kam gjë me Xhenetën, përkundrazi, Xheneta si Xheneta ka qenë një banore shumë e fortë në Big Brother Kosovën, ka treguar guximin e një vajze që një guxim që nuk e kanë edhe 7 burra, por thjesht faktit dua të qëndroj tek fenomeni që në Big Brother, për shembull, në skena të këtilla, në sfida të këtilla, asnjëherë nuk kanë hyrë ishat e dikujt në shtëpi. Dhe në këtë rast Xheneta është një ish i Gjestit. Por normalisht Xheneta tashmë është shumë e klikuar, imagjinoni ka arritur mbi 5 milion shikime Xheneta gjatë kohës kur ka qenë pjesë e Big Brother VIP Albania mbrëm. Të gjitha videot në një matematik të bërë në Instagram, Xheneta ka kaluar 5 milion shikime. Do të thënë është një super latif, është një super vajzë e komentuar dhe e klikuar. Është për të çudit se sa kurreshti kanë shqiptarët për të ditur marrëdhënien e Xhenetës edhe të Gjestit, mbi 5 milion shikime, do të thënë në të gjitha videot që produksioni ka publikuar, do të thënë Top Channel ka publikuar në të gjitha videot në rrjetet sociale, Xheneta kalon mbi 5 milion. Gjesti e përjetoi shumë mirë, nuk do të thotë që unë ndjej Gjesti keq, përkundrazi siç e pash unë Gjestit i dha i çik më shumë forcë hyrja e Xhenetës mbrëm. E mori me shumë sportivitet, i ka qëndruar Rozana dhe Laerti afër shumë dhe e kanë bërë që ta përjetoj mirë.
Nuk e pash për shembull Gjestin të jetë i lënduar apo i acaruar nga vizita e Xhenetës në shtëpi, përkundrazi e pash shumë të lumtur edhe shumë happy. Zakonisht njerëzit kur kanë një vizitë të padëshiruar brenda shtëpisë revoltohen, acarohen, por tek Gjesti nuk e pash këtë gjën. Përkundrazi tek Gjesti e pash një lloj sportiviteti, një lloj pozitiviteti, por nga ana e Gjestit kishte kundja të një pasnjëshme kundër drejt Xhenetës. Tani, a mund ta përballonte Gjesti Xhenetën në shtëpi, duke e ditur temperamentin që ka ajo, duke e ditur natyrën që ka ajo, duke e ditur mënyrën se si shprehet ajo, duke e ditur tonin e zërit që ka shumë të lartë. Këto janë pikpyetje shumë të mëdha në qoftë se do të hynte Xheneta, por mbrëm u bë një lojë shumë e bukur, mbrëm u bë një moment shumë interesant ku Gjesti vërtet e pash që e përjetoi me shumë sportivitet. Tani a qeshte nga inati, a qeshte nga mërzia, a qeshte nga urrejtja, Gjesti e përjetoi me shumë sportivitet këtë gjën. Xheneta arriti të ketë klikime dhe të kalon në fakt Gjestin, sepse Gjesti në hyrjen e Big Brotherit të natën e parë në Shqipëri ka patur 1 milion në të gjitha videot, ndërsa Xheneta arriti mbi 5 milion në të gjitha videot të cilat u postuan në rrjetin Instagram të Big Brotherit. Kjo nënkupton që Xheneta mund të jetë edhe një banore e re në këtë shtëpi, edhe pse kanë mbetur edhe shumë ditë, një muaj e gjysmë pothuajse nuk është pak për të bërë strategji të reja, për të bërë një lojë të re, për të bërë një situatë të re, me patjetër që po, produksioni tashmë është gati të bëjë gjithçka të mundshme derisa Xheneta ka gjithë të impakt të madh te publiku dhe mund ta shohim Xhenetën të shtunën ose të martën pjesë e një reality show. Përballja me Gjesti nuk ishte një përballje e ftohtë, nuk ishte një përballje e keqe. Mënyrën se si Xheneta buzëqeshte në kamera, në mënyrën se si Xheneta buzëqeshte kur shikonte Gjestin, e shikonte non-stop dhe mundoheshte t'ia merr vëmendjen atij. Gjesti e luajti një rol shumë interesant, por pasi ajo doli nga shtëpia, Gjestit i dha një super fuqi të bukur. Edhe pse u komentua shumë, u komentua nga Jozi, nga Ola, do ta komentojmë pastaj këtë pjesën që e goditën Gjestin shumë, që e ofenduan Gjestin shumë, që e manipuluan Gjestin shumë, por mbi të gjitha, domethënë, ishte një takim shumë i bukur dhe interesant. Xheneta tashmë po merr replika të bukura në Instagramin e saj, shumë mbështetje ka, për shembull vetëm brëm që sapo është larguar nga shtëpia Big Brotherit është komentuar shumë në rrjetet sociale klikime që solli Xheneta dhe super emocionin që solli Xheneta. Dua të marr mendimin tuaj si e pat ju takimin e Gjestit me Xhenetën dhe çfarë reflektimi i dha atij.